Opinion nga profesor Enver Bytyçi. Presidenti i Republikës së Kosovës ishte të premten e kaluar në samitin e Komitetit Politik të Europës në Tiranë, e fisme, elegante, artikuluar e komunikueshme si ajo, aq sa sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte e komplimentoi në zemër, duke ju drejtuar publikisht me fjalët: "Presidentja ime e preferuar, ai shumë ka hyrë ajo në zemrat e liderëve europian, sa imponon të jetë preferenca autoriteteve më të larta dhe më të rëndësishme të kontinentit dhe madje të SBA-ve. Ne kemi parë se si presidenti amerikan Donald Trump ndalet vazhdimisht, përshëndetet dhe këmbën me presidentin Osmani, fjalë të ngrohta miqësie e simpatie, po ashtu me presidentin e Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdogan." Dy presidentë në historinë e Kosovës kanë zënë vend me përparësi dhe referencë në Kancelaritë e Perëndimit, Dr. Ibrahim Rugova dhe doktoresh Vjosa Osmani, edhe Fatmir Sejdiu e Atife Yayaga ishin të pëlqyer, përbashkues dhe të respektuar, por jo aq të preferuar sa Rugova dhe Osmani. Por le të kthehemi te vëmendja që krijon presidenti aktuale te liderët dhe autoritetet euro-amerikane. Është unike kjo që ndodh në këto kohë të vështira të Kosovës, sepse ajo duket e vetmuar, më e vetmuar se sa Ibrahim Rugova, i cili aso kohë kishte si mbështetje Shqipërinë. Ashtu si në samitet të tjera, edhe në këtë të fundit presidenti i Kosovës foli hapur, drejt për drejt me guxim pa u ndrojtur as pak. U tha europianëve se ju po përkëdhelni një aleat të Rusisë, se Vladimir Putinit e ndërkohë do shkoni me sankcione Kosovën, megjithse është vendi më pro-europian në Ballkan, e bëri Aleksandar Vučićin të fliste me vete e të bënte viktimën me këtë konstatim, sa të vërteta është edhe të drejtë, e si e tillë drejt për drejt kritike por edhe racionale, ajo shihet si presidenti i preferuar, kjo sepse liderët e vërtetë euroatlantik e pëlqejnë të qenë i sinqert dhe i drejt për drejt, është një stil leximi e reflektimi njëkohësisht, kjo që bën Vjosa Osmani. Karakteristika themelore e qëndrimeve dhe performancës së presidentes Vjosa Osmani është të qenit në lartësinë e detyrës së saj në mbrojtje të interesave të Republikës së Kosovës. Njëherë dialog me Europën, më pas dialog me Serbinë, artikuloi ajo, është pikërisht ajo që i duhet Kosovës, shtetit dhe lirisë së saj, dhe në çdo rast në vëmendjen e saj janë interesat e vendit. Kjo do të thotë se Vjosa Osmani nuk ka përparësi vëmendjen e prestigjin e saj, por interesat e shtetit dhe të vendit të vet. Kjo do të thotë se gjithçka që ajo bën, gjithçka që artikulon, shkon në dobi të Kosovës së pavarur e sovrane. Strategjia e presidentes së Kosovës është të shfrytëzojë çdo mundësi për ta mbajtur lart e shumë lart stekën e marrëdhënieve të Kosovës me partnerë ndërkombëtarë, sidomos ata perëndimor. Prej kohësh zonja Osmani ka marrë rol parësor në politikën e jashtme të vendit të saj, rol të cilin ja njeh kushtetuta e Kosovës. Ajo e luan këtë rol me mjeshtëri të jashtëzakonshme, duket sikur të rrejë vëmendjen për veten e saj, por mes identitetit të Vjosa Osmanit dhe identitetit të Kosovës nuk ka ndonjë diferencë. Ne kemi parë lider që e promovojnë në shumë veten e tyre, se sa interesat e vendit që përfaqësojnë. Kemi shembuj të freskët se si egoja personale la anash interesat e shtetit dhe të demokracisë. Shohem se si lider shqiptar flasin me partnerët evropian për atë se si duhet jetë të duket Europa, se sa vetë Shqipëria. Vjosa Osmani nuk ka ambicie të mësojë të tjerët në shtëpinë e vet, ajo thjesht dhe bukur me etike në mënyrë estetike, parashtron shqetësimet, brengat e dilemat që lidhen me fatin e Kosovës, të vendit që ajo përfaqëson. Nëse analizojmë në të gjitha dimensionet në kuadër të performancës me ndërkombëtarët, Vjosa Osmani është njërisi, është një aset për të cilin duhet që shqiptarët në Kosovë kudo të ndihen krenar. Ajo ka mundur të neutralizojë shumë situatat e ndërlikuara në përpjekje për vendosjen e sovranitetit shtetëror të Kosovës në veri të vendit me ndërkombëtarët, dhe kësaj është bërë jo vetëm interprete e denj për të mbrojtur sovranitetin shtetëror në veri, por edhe ta mbajë Kosovën të lidhur ngushtë me aleatët perëndimor. Madje ajo mundi që këta aleat ta mbajnë atë si presidenten e preferuar të tyre.